Si për kaq britën e të rriturit në Shqipëri, do me thënë, për një sa më ngacmoj me bërje dhe të rriturit britin, nuk është se kanë një intelekt shumë më të lartë dhe pritet që të kenë më shumë se adoleshentët. Megjithatë, nëse flasim për adoleshentët vetëm për fakt të grupmoshës që kanë, e thënë shkurt, nuk janë një moshë që ka vendimarrje dhe që ka kthjellësi mendimi. Tani, unë besoj fort që adoleshentët tanë sot janë të sfiduar. Nga kush? Janë realisht të sfiduar nga shumë çka që i rrethon. Nga kush? Që nga brenda derës së shtëpisë, shpesh herë arsye ekonomike, shpesh herë arsye sociale, prindër që rropaten për të punuar dhe ndoshta nuk janë fare në shtëpi, prindër që s'punojnë fare dhe kanë vese, prindër që janë emigrantë dhe janë aty prezent, konflikte brenda familjes që adoleshenti i mbart dhe nuk din t'i zgjidh, por ndërkohë merr përgjegjësitë e pastaj shkarkon diku tjetër. Dalin mas derës shtëpisë, që nga një pallaq që është i paorganizuar, dikush le plerat, dikush le parkimin si çdo salë, domethënë që aty ai merr atë rolin që këtu s'merret vesh se kush vendos dhe kush bën dhe kush vepron. Që te ai televizori që flet edhe jep dhun, jep u vra, u therrën, u përplasën, u emrua ky, su emrua ai, ky që është i fortë, u lirua, nuk u kap, gjithmonë janë në kërkim. Tani, dhe pastaj shkon tek shkolla ku edhe aty për arsye të ndryshme ai nuk ka vëmendjen. Shpeshherë adoleshentët, ajo që unë ndjej adoleshentët është fakti, ka qenë deri në fund. Jo, adoleshentët e kanë një problem shumë të madh. Kur ndjehen që trajtohen si numër, e vuajnë. Dhe këtë gjë e ndjejnë në shkollë. Si numër? Si numër, thjesht numër. Pra nuk ndjejnë që ata trajtohen si individualitet në shkolla. Dhe unë këtë shpesh herë ndjej tek adoleshentët që duan të vlerësohen. Ata ndjehen si numër edhe kur shkojnë për një aktivitet, për të mbushur sallën. Ata ndjehen si numër për të mos munguar në klasë, po jo për të dëgjuar si emër. Aty nuk pyesin ata, nuk është se ata shkojnë për formalitet. Ndërkohë sot, patjetër për formalitet, po ata duan të jenë individualitet. Domethënë është mosha që duan të pozicionohen. Si e konceptoj unë? Faktikisht, ne s'po i marrim parasysh. Unë e konceptoj